Rama, dëgjuesdashur, pra ja pas disa informatave që i patëm këtu edhe gjithë ato që i kemi pas përgatit pa herët për ju edhe keni përcjell. Tash më në fund pra musafiri i cili e kemi lajmëruar që do ta kemi musafir nëse premton koha, sepse është një njeri pra që krejt ka po kohë, nuk ka me thonë sepse është në minuta, jo atje, edhe ndërkohë këto minuta tash i ka do për neve edhe për juve që s'keni mujt me qenë sot ose nuk mundeni me ardhur këtu në Oslo ose kudo që jeni në botë. Atëherë sonte me neve profesor doktor Hafez Hayreddin Hoxha, sonte me ne kënaqësi shumë e madhe e sidomos kur është në Oslo. Mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm, nderuar Alosh. Mirë se u gjetëm. Faleminderit shumë. Është kënaqësi pra që të kemi në studio, se edhe nuk është lehtë për me të pas në studio. Ajo është kënaqësia edhe nderi jon. Edhe kënaqësi që sot ishe gjatë ditës, gjatë xhumas edhe u takove, u njoftove me xhamatin e qendrës këtu. Është interesant, a është hera parë që je në Norvegji? Hera parë, Alosh. Hera parë. Hera parë. Edhe me siguri tash s'po di ato pak në pika shkurta qysh të duk, edhe si komunitet po edhe si ne këtu që jemi. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Ju falenderoj sinqerisht nga zemra për këtë nder dhe respekt dhe mundësinë për këtë intervistë në Radio Rilindja, radio e shumë shikuar dhe shumë përcjellur nga të dashurit e dijes dhe dietarëve dhe të kulturës së përgjithshme, të mirë, e islame, e kombëtare shqiptare. Jam impresionuar shumë pozitivisht me takimin tim të parë sot në ligjeratën e së premtes, ligjeratën e xumas, ku pjesa dërmuese të prezantuar apo të xhamatit ishin 2, 3, 4 ishin djem 3 moshës rinore, dërsa 1/4 mundemi kështu me thanë ishin pak moshës më të shtyrë, më të vjetër, po në fytyrat atyre lexoja një kënaqësi shpirtërore, një ardhmëri të mirë, një shikim dhe ndëgjim me vëmendje të ligjëratës, po patëm temën për rreth kodit, po moral dhe të kodit po etik në Kur'an dhe rëndësia e këtij kodit etik për shoqërinë e Norvegjisë në rëndësi me integrimin pozitiv në këto troje ku jetojnë shqiptarët me komunitete tjera, pastaj edhe në ligjëratën e hutbës e patëm vazhdim kodi etik familjar, relacioni prind-fëmijë, prind, rastin e Lukmanit alayhis salam me djalin e tij dhe aty disa koda apo etike shumë speciale që babai e urdhëron birin e tij ta fal namazin, të jetë i sjellshëm me prindërit, po të jetë i sjellshëm me komunitetin, mos ta ngresë zërin pa nevojë, se ngritja e zërit është prej çështjeve që sot edhe komunitetet nuk e preferojnë, por i madhi Zot që moti e ka urryer ngritjen e zërit. Ishin disa stacione shumë më rëndësi i debatuam, shpresoj që do ta kenë efektin e tyre më vonë. Me siguri, ajo është ajo që kur kemi njerëz kompetent që kanë kompetencën e madhe si ju, është edhe kënaqësi edhe me dëgju, sepse ne gjithmonë kemi biseduar ato që ne kemi hoq plot imama që janë të shkolluar e të edukuar, edhe po të njëjtën kohë njerëzit ose xhamati kërkon një tjetër shpjegim ose do shpjegime më ndryshme sepse vinë të lifare e tash kur vjen do të thonë prej profesorit Hayreddinit i cili ka shumë libra që ka shkruajt, ka mundeni me hyj edhe në portalin ose në webfaqen direkt tek profesor doktor Hafez Hayreddin Hoxha e dëgjoni zërimin edhe ishin edhe librat edhe mund të edhe çfletoni më merr mendje. Ajo është që neve na nevojitet sidomos gjeneratave të reja. Shpjegimi identiteti, kush jemi, pse është feja, qa është feja, qa bon feja. Do me thonë, feja nuk është diçka që e këshyr në TikTok ose e këshyr 5 minuta shkon. Feja është me ty krejt kohën, do me thonë, ajo të përcjell. Tash ti ai që e drejton. Ashtu është. Lidhje me këtë, pata organizuar një seminar me koordinim me Unionin ndërkombëtar të dietarëve musliman në Katar që e bordin e këtij unionit, dhe profesuesi i Ballkanit i pata organizuar në seminar në Istanbul një javë për imamët dhe hoxhallarët e Ballkanit, mbi 40 imam dhe hoxhallar ishin, trojet ballkanike,
Pastaj edhe në Prizren e pata organizuar në Hotel Teranda një ditë trajnimi për imamët dhe kolegët tanë. Çfarë islami po prezentohet dhe çfarë kërkohet. Këto ishin disa tematika aktuale që sot prezentimi i islamit, diskursit fetar, metoda, teknikat, debati, diagnozimi i gjendjes, shumë po kanë nevojë pak me ndryshuat metodën. Me shku pak atë aspektin akademik, pas edhe aspektin fetar dhe me jabo të kapshme të tematikat dhe rolin e fejes që ka ardhur si sistem hynor, po sistem hynor i garantuar për mirëqenien e njerëzisë. I garantuar, ky sistem garanton për mirëqenien e njerëzisë në aspektin shpirtëror, në aspektin po familjar, në aspektin social, në aspektin ekonomik, edhe politik e human në përgjithësi. E pajtohem plotësisht me ju që sot rinia shumë po ka nevojë do thotë me ndëgjuar një prezantim të islamit bashkohor, po që është i përditësuar, që prezentohet në për sallat e universiteteve të mëdha botërore, ku i kemi në Katar, në Arabin Saudite, ku kemi ligjeruar, në Malezi, në Brunei, kështu që dhe populli mu dashuru pak kafeja më shumë. Mos me pas trem, mos me pas fobia nga feja. Këto është ajo qëndrimi fe. Kur përmendet dhe fjala fe, kënë se po përmendet e gjeli, kënë se po përmendet Azraili, vdekja. A nuk e kanë të qartë se fjala fe din në gjuhën arabe, po që e ka plotësu Allahu me islamin, kjo fe ka ardhur për me rregullu jetën tonë, mirëqenien tonë dhe shpirtërore, psiqike, familjare, sociale, sepse sistem hynor pa të meta me plot dituri që garanton po siguri absolute dhe që vlen për këtë botë dhe për botë tjetër. Sa bukur. Kjo është ajo që edhe kërkohet për shembull edhe për më dëgju, edhe që na vjen neve se kjo është ajo që e motivon njerin, se për secilin se njeri duhet më motivu edhe për fen. Ajo është ajo që kërkohet, më thonë edhe gjithmonë duhet me këshyr pak kompetencat, pak rrethinën edhe kompet në gjon ose në çfarë mënyre pe kupton ti ose për kthen ato te vetvetja. Do të lidhemi edhe pak të dita e sot ose mbrëmja ku e patët edhe një seminar faktikisht me të tërat xhami që janë në Oslo dhe rrethin të Oslos tu, edhe të vendeve ndryshme, Pakistan, Somali, Turqi, Bosne, e kështu me radhë. Si kaloi kjo? Ishte diçka e pa e pritur nga ana ime. Këto figura, dietar, profesor, doktor, imam, nga vendet e ndryshme islame të botës arabe dhe islame, isha shumë i kënaqur shpirtërisht sa që thash, a do të jemi aft me prezantu mesazhin tim që jem përgatit që moti për këto momente. Tematika e sotit ishte kultura e muslimanit bashkohor dhe sfidat bashkohore. Ky musliman sot që ka përjeton është duke ballafaquar me krizën e identitetit të tij fetar dhe kulturor. Sidomos për marrim rgatën shqiptare tani në perëndim, këtu në Norvegji, në Zvicër, në Gjermani, gjeneratat e vjetra jemi falënderues ndaj Allahut që e kanë ruajt identitetin e tyre fetar, do të thotë nuk janë asimiluar negativisht dhe nuk janë tjetërsuar. Por rreziku tani që na kaplon dhe na kanoset dhe që na sfidon është rinia jon, mosha e re, mosha e cila është gjenerata e internetit, gjenerata e rrjeteve sociale. E tani është përballë ka një krizë shpirtërore dhe ideologjike në vendin se ku po jeton, dhe ato vlerat dhe parimet që ai beson. Çka po beson diçka tjetër, me qenë musliman, djali i mirë, me qenë i vyshëm, me qenë i sjellshëm, me qenë i mëshirshëm, me qenë i respektueshëm për prindërit e tij, me qenë musliman i cili nuk zhytet në haram, nuk bën punë të vepra ilegale që Allahu i ka ndaluar. Ana tjetër, kur del në shesh, kur del jashtë shtëpisë, shef diçka që gjithmonë vjen në ndesh dhe kontradikt me atë çka beson. Çfarë duhet vepron muslimani? E ky debat i sontit, ky seminar, do thot rreth këtyre tematikave, po udhëzime dhe direktiva kuranore dhe profetike se si ta ruajmë në identitetin ton fetar para këtyre krizave aktuale bashkohore. I kemi 4 opsione. Opsioni i parë, po
refuzimi plot. Ta refuzojmë krejt kulturën perëndimore që ka me të mira e me të këqija. Opsioni dytë, me pranu krejt kulturën perëndimore, të mirat e të këqijat. Opsioni tretë, me marrë të keqen, mu integrua negativisht dhe me e lënë të mirën. Dhe opsioni i katërt, po me marrë të mirën dhe me lënë të keqen. E tri opsionet e para bin poshtë nga teoria kuranore, me refuzu krejt nuk bon me refuzu, se kanë disa gjana që historia islame edhe Korani na thot me pranun për tjerëve edhe nëse nuk janë musliman. Dhe i përmenda po traditën e muslimanëve të hershëm, kohën e Hazreti Umerit, kur i ka pranuar po çështjen e dinarit, të arit dhe të argjendit, monedhave. S'ka qenë traditë e muslimanëve mi përdor monedhat e arit dhe të argjendit, po ka qenë traditë e bizantëve, romakëve. Ata e kanë pasur dhe fotografinë e mbretit aty, në kohën e kalifit Omer, ai e ka pranuar këto, dhe ka bën ndryshime pastaj, ka po shtyp monedha do thot edhe me logon islame, me la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Posta nuk ka qenë traditë muslimane që me bajt kalor si postieri, ka qenë traditë perse, persianëve. E kanë marrë muslimanët këtë integrim pozitiv. Po, puna e administratës, të ushtrisë, të popullit, të financave, të hyrje daljeve të buxhetit shtetëror, nuk ka qenë kjo traditë e njohur të muslimanët për mi rekordua, për mi rujt në arkiv, hyrjet, daljet, ushtria, sa veta i kemi në teren, sa janë për shembull prezent, sa kanë vdekë, sa janë gjallë, municioni, krejt këtë traditën e arkivimit, të municionit, të ushtrisë, të regjistrimit, e kanë marrë nga persianët. Kulturën e letrës, shtypjet letrës ka qenë e kinezëve. Kultura e hapjes së hendeqeve, strategji luftarake në Medine, kur sulmuan paganët dhe qifutët dhe krishterët e thyen besën me Resulullahin, e thyen kontratën, dhe ata tash ishin një pakicë në Medine, se si të mbrohen, i lindi ideja e sahabiut të ndershëm, shokut të pejgamberit tonë nga Persia, Selman el Farisiut, me qel hendek, me qel grop të madhe, sa që kalorësi nuk mundet me të i kalopë me kapërcyje. Kjo traditë hapjes së hendeqeve për më mbrojt nga armiku ka qenë traditë persiane, jo muslimane. E ka pranua i dashtu një jon lideri, jon Muhamedi alayhi salatu vesselam. Prandaj, opsioni mi marrë të mirat dhe me lot këqijat është opsioni që duhet ta ketë rinia islame, ta kenë hoxhallarët kur komunikojnë me të tjerët, që na jemi për integrim pozitiv dhe nuk jemi për integrim negativ. Do të thotë, ta ruajmë identitetin ton kombëtar shqiptar, ta ruajmë identitetin ton fetar të trashëguar po nga prindërit tanë që kemi të pastër fenë islame. Ti ruajmë vlerat tona familjare, ti ruajmë vlerat tona sociale të komunikimit, të vizitave, të bajramit, e të ngushëllimeve të vdekjes, të martesave, këta krejt jenë parime dhe vlera me islam. Prandaj, këtë integrim pozitiv duhet ta ruajmë. Integrim negativ, mu asimilua tërësisht në kulturat e huaja, këtë ndalon Kurani. Mu tjetërsua, identitetin tonë fetar me ndrua, sjelljet tua me ndrua, etikën tonë me ndrua, në emër të zhvillimit, në emër të përparimit, në emër të integrimit. E këtu tani ka ardhur sistemi hynor i shpallur në Kur'an që garanton mirëqenie për njerëzit, për këtë integrim na ka ndaluar Kurani. Prandaj këto katër opsionet, jo asimilim, po jo luftim apo jo bojkot, po integrim pozitiv, me pranu të mirën, me luftu me lënë të keqen, dhe opsioni tjetër, po me marrë dikush runa zot e merr të keqen dhe le të mirën. Tre opsione i kemi, të refuzuara, të ndaluara, po ta mos asimilohemi, të mos refuzojmë dhe mos bëjmë bojkot, dhe opsioni i fundit është të pranojmë të mirën dhe çka vjen në kundërshtim me fenë, ta lëmanash. Kjo ishte tematika e sotit që debatuam me profesora, doktora këtu, pak para ishte prezantimin e gjuhën arabe, me atë formën teknologjike, me slajda, me PowerPoint si i që bëjmë në universitet, dhe ishte atraktive dhe u dajtën me sa kuptova, falë Zotit, u dajtën të kënaqur,
nuk pata kundërshtime, vetëm pata do të thotë falënderime dhe komplimente. Shpresoj që seminaret e ardhshme, takimet e ardhshme, nëse vazhdojnë kështu në gjuhën angleze, për popullin norvegjez, për popull tjerë, do ta kenë atë rëndësinë e tyre. Kanë nevojë këta rinia me ndëgju një prezantim të tillë bashkëkohor që e ngrin popullin lart. E shpëton nga kjo gjendje, do thotë homofobia, po a është merr, a është stres, apo çka më bë. E shpresojmë që do të bëjmë takime tjera. Me siguri, sidomos për gjeneratën e re, se tash e kemi atë kundërshtrimin sepse ata janë rrit këtu, janë le këtu, kur sa i përket gjuhës, ndoshta nuk e kuptojnë krejt rrjedhimisht shpjegimin e gjuhës, po me qenë në norvegjisht ose në anglisht, atëherë ata e kuptojnë shumë më mirë, se ka disa fjalë që mundën mu keq kuptu, keq interpretu, për shembull, e ajo është që e mungon, për shembull, sidomos imamat e ata që i kemi që gjuhën norvegjeze ta përveçsojnë, sikurse në jetën kohë gjuhën arabe për shembull që e din, po me shpjegu në atë mënyrë që ata me mujt me kuptu bukur, se ajo është e tëra, do me thonë që na nevojitet, sepse tash në këtë rast ne jemi shqiptar, po jemi edhe musliman. E tash ka edhe shqiptar që nuk janë musliman, edhe tash se cili e gjen ato të vetën, po jo rasti jonë që jemi musliman, edhe ajo neve na vjen të dim sa më shumë për muslimanizëm, sa më shumë për atë fe që e kemi, se na dim, po ndoshta e dim me ndëgjime. Ndoshta e dim të shku vetëm në xhami. Pa e qel asnjë një libër, pa e qel shumë citape tjera ose librat e tuaja, atëherë nuk dim na kurrë. Se s'mundem me mësuna vetëm prej një xhamos. Ja s'mundem. Nuk mundem, kurrë. Do me thonë arsi me këshyr Netflix një seri. A din e këshyr edhe haron. Ajo është që du konstant vazhdimisht trunin me ushqy. Ajo trunin lyp me ushqy. Një pyetje kom qef me ditë, kom pyet shumë njerëz, ministra, presidenta e krejt me radhë. Tek ne shqiptarët. Ne kemi diçka specifike dhe unike prej shumë kombëve që e kemi pas, tash se po tutna që se kemi, besa. Do me thonë besa. Besa është diçka që ma e fortë se ligji, ma e fortë se kushtetuta, ma e fortë se shumë sene, se me ato i rrit. I kemi besu njëni tjetrit, ja kemi ja besën njëni tjetrit, po kur se kemi livrit ato, e kemi majt deri në fund. Po kjo besa na ka hupë. Nuk e kemi aty. Do me thonë kjo vlen për krejt. Edhe për fen, edhe për politikën, edhe për dishmërin. Pse është kjo puna që atë besën që e kemi pas, nuk e kemi? Shumë pyetje me ven. Besa të shqiptarët, po kjo ka qenë në tradit arabe para islame, por ka qenë në atë kohë tradit, ka hinë dikush në mbrojtjen e një familje, ai ka qenë më i mbrojtur çdo aspekt, nderi e tij, pasuria e tij ka qenë të mbrojtur deri në atë kohë sa ka qenë ai në këtë mbrojtjen e këtij personit apo të kësaj familje. Ka është një vlerë të cilën na kemi trashëguar, një vlerë shumë e rëndësishme të madhe, pozitive që shqiptarët e kanë trashëguar, edhe e kanë pas, dhe Islami e ka vulos këtë vlerë morale. Këtë duhet me bëj çmos në ndërruar jalush, që na ta rikthejmë përsëri këtë vlerë dhe mos ta tolerojmë me hub nga mesi jon. Padyshim se rrymat aktuale të ndryshme, po rrymat dhe mendimet ideologjike të ndryshme, anti-islame, anti-njerëzore, anti-familjare, në emër kinse të lirisë dhe të demokracisë, kanë ndiku në dobësinë e këtyre vlerave të trashëguara nga të parit tanë. E sidomos tani te besa. Besa, si bes, është edhe e Kur'an e përmendur, po edhe në thënie të profetit ton, pejgamberit ton, alayhi salatu wassalam, që prej shenjave të munafikut, të hipokritit, janë 4 shenja kryesore. Ndërta është kur flet gënjen, kur flet rand, kput rana, po kur ti ati ja beson diçka, i dha tu'mina khan, ai tradhon. Ta janë shenjat e hipokritit. Do të thot, nëse vazhdojnë këto smundjet shpirtërore, këto smundjet etike dhe morale me ekziston mesin ton, dije që tani kemi të bëjmë me një shoqëri të sëmurë. Gjë që është gjendje alarmante dhe emergjente që na duhet me kurikulat tona shkollore, po
kurikulat tona fetare në për medrese, në fakultete, po me institucionet tona për ngritjen e vetdijes së popullit, me misione, me debate, me intervista, me rikthyje këtë vlerë përsëri në binarin e vet si ka qenë dikuri. Edhe për me kthy tani këtë vlerë të humbur të shqiptarët, po duhet tash të jemi ta formojmë një ekip të punës, duhet ta kemi një koordinim, po edhe me institucionet tona fetare, edhe me qendrat radio-televizive, që këto intervista, këto debatet të publikohen sa më shumë dhe ta tregojnë rëndësinë e tyre historike, kombëtare, sociale, po në fund tani fetare islame, po qoftë edhe fetare katolike, se edhe për katolikët edhe për ortodoks shqiptar do të thotë ka qenë besa gjë e çmuar shumë. Edhe ata do të thotë kanë ditë vlerën e besës. Besa shqiptare, do me thonë, kur është përmendur, po në literaturat e moqme, është diçka edhe perëndimit. Ta kemi pas raste, do me thonë, me orientalistat e perëndimit, me librat e tyre, kur kemi marrë pjesë në për debatet të ndryshme, shpesh janë drejtuar, you Albanians are very famous nation, jeni ju shqiptarët, jeni popull shumë i njohur me besa, ata kështu adin, për shqiptojnë. Po, që do thotë me dhonë garancion familjar, moral, shpirtëror, po financiar kur ekziston nevoja për dikon tjetër. Këtë vlerë të humbur apo të rrezikuar, të lëkundur, është obligim institucional i xhamive, edhe besoj që jo xhallara do të bëjë diçka, po mos t'i harrojmë shkollat tona, profesorët tanë, mos t'i harrojmë mësuesit tanë për shkolla fillore, mos t'i harrojmë edhe qendrat tona televizive, debatet të ndryshme kur po dalin, po sot në emër të lirisë, në emër të perëndimit, po të demokracisë, mu fut në Evropën, në Unionin Evropian, jemi gati sipas disa intelektualëve mjerisht na mu titërsua krejtësisht. Mu gjyvesh prej vlerave tona morale dhe kombëtare, aman Evropë na pranon. Evropa nuk pranon kështu, se e din që ti je duke e tradhtuar Evropën. Je i tjetërsuar, nuk je original. Evropa don ashtu që je original ti, po ti do thot me qenë produktiv. E jo me qenë diplomat apo me qenë hipokrit, që ka thënë Muhamedi alayhis salam, që kur ta japish besën, fjalën duhesh me mbajt dhe jo me humb. E pajtohem me ty plotësisht që besa është vlerë morale, po shqiptare e trashëguar, është duke kaluar në momentet e vështira kohët tona, normal ndikimi i mjeteve rrjeteve sociale, filmave dhe serive të ndryshme, pa tematika familjare, pa tematika sociale, me tematika do thotë të shkurorzimit, me tematika të shkatrimit, të destruktimit moral dhe etik dhe familjar, po social, të filmat i kanë bërë do të thotë edhe të vetën, të rinia jonë, të fëmia im, të fëmia yt, që sot ai do thotë është gjendje dhe babën e tij, do thotë me tradhtu nënën e tij, e mos flasim pastaj për tradhtimin bashkëtortor. Po burri gruan e gruaja burrin, po se këta shkojnë lidh zinxhir mes vetë edhin. Vetëdijsimi fetar, edukimi fetar, përgatitja kurikulave në përmjetet, do me thonë për tekstet shkollore, me këto tekstet të përzgjedhura, të mirë studiuara, të mirë përgatitura nga profesor doktor, nga analizë, nga psikolog, çka është e mirë, ato me kultivua, dhe çka është e keqe, ato me luftua. Jo tash në fëmijëve tanë me tregu të drejtat e shoqërive të ndryshme që nuk po du tani mu fut në këto tema, që sot me të madhe bota po trumpeton. Me të madhe ata po trumpetojnë, po për vlerat e tyre antikombëtare, shqiptare, anti-islame, e na e kemi me përgjë. E kemi farz me Koran, na me rujt identitetin ton, vlerat tona, çka mirë, burnia e shqiptarit, besa shqiptarit, bujaria shqiptarit, fjala shqiptarit, bukdhënia, mirëseardhja, dashuria, odat, po to këngët folklorike me tematika të mira, trimërie, po e këngët folklorike me çiftelia, me tematika të mira, ata të gjitha do të kultivohen në shërbim të bashkimllazërimit, në shërbim të mirëmbajtjes së shoqërisë. Nuk na duan këngë që kanë tema destruktive, që nuk kontribuojnë pozitivisht në mirëmbajtjen e familjes, në mirëmbajtjen e shoqërisë, e sot mjerisht media të ndryshme, qarqe të ndryshme, të sponsoruara nga vende të ndryshme, pe bojnë vetën.
Normal, ajo është që isha pak I qartë. Shumë bukur, shumë bukur. Ajo është ajo që duhet të vetëdijsohemi, shumë bukur I ki thonë, shumë disa fjalë kyçse, kur e përmendet e media, ne e dim se çu po funksionojnë mediat te trojet tona shqiptare, sepse janë në interesim të vetvetes, do të thonë personaliteti I atij, personi që është para udhëheqësi I programit ose vet kompanisë televizive. Por kur gjë nuk është me rëndësi tema ose musafiri që është aty. Do me thonë nuk ka rëndësi ajo, po ka rëndësi kush janë ata. Ajo është ajo e keqja për shembull që I pengon normal atij njeriu që rin para ekranit edhe shishon. Kjo mirë tha që do të punojmë edhe ne që ta marrim përgjegjësinë edhe si prind, po edhe si shoqëri të punojmë besën, edhe kur të kuptojmë na besën, edhe kur të shpjegojmë na çfarë është besa, për fëmijëve të mi penisi, pse kemi na atë besën, çysh është ajo besa, çysh funksionon ajo. Do të thonë mos raj. Edhe mos premto që s'mundesh me bë diçka. Ashtu. Shumë thjeshtë kjo. Shumë thjesht. Nuk ki nevojë, nuk është kjo me kohë me matematik diçka, mos raj, mos premto që s'mundesh me bë. Kjo është thjesht, do të thonë nëse I përmban këto dyat, shumë kimi arrit në jetë. Atëri kupton krejt sa në tjera. Pa dyshim. Kjo unë nuk po du edhe me të moshëm, se di që tash edhe po të presim plot atje, po kanë dëshirë me të po mu taku edhe nesër besa për gjithë ata që kanë dëshirë, sidomos rinia që e ka organizu një takim special, ata që kanë dëshirë normal që mund të marrë nesër edhe me qenë këtu prezent edhe me dëgju. Shumë senet bukura. Po du me ditë kështu që shpjegojmë pak rinis edhe po në njëjtën kohë edhe prindve që na dëgjojnë edhe na shoqërojnë çka duhet ne për kujdesemi në diasporë. Tash po foli për Norvegji këtu. Çka është ajo bazike që është që ja nisim për shembull të përditshmën çdo ditë kujdesja edhe shpjegimi I fëmijës ose pasorësit. Ashtu. Kjo pyetje shumë me rëndësi aktuale, çka me rëndësi janë disa çështje. Sa I përket tani fëmijët, nëse I kemi me fëmijët tonë tash, moshën pjekuris, adolescent, po tani për këta ndonjëherë prindi është I pa aftë vet për më dal prindit fëmijët të tij me përgjigje adekuate bindse. Një pjesë e pasurisë së prindit duhet të investohet në këtë drejtim me I pru dhe me I marë njerëz pregatitur, qofshin të drejtimit profesional fetar islam, teolog të mirë, studiuar, të thelluar në dituri, dhe që I kuptojnë këto problemet dhe sfidat aktuale, dhe që jenë gjendje mi u përgjigj pyetjes së rinisë sonë. Nëse vetë unë nuk jam I aftë, e kam me borxh, po, fetar, janë xhami me pru, që keni këto qendrat, mashkuj e femra, po, nëse xhamia nuk mundet mi bo ball gjitha këtyre problemeve, përsëri nuk ka fëmija përmirësim, atër kalon prindi shkallën e dytë të marrjes së masave preventive, të mbrojtjes të mushkërisë të tij, po frytit të tij, shpirtit të tij, atër na bim edhe me tutoring, që ka I thënë gjuhën angleze, po mësues, edhe hoxhallar, edhe ekspert, edhe psikolog, në shtëpi me mësime private që fëmijës tonë ta bindim, jo ta t'ja bëjmë presion, po ta bindim me bindje shkencore, me dije dhe me logjik që çka është mirë me marr në shkollë dhe çka është e keqe në këtë shoqëri me e lënë jashtë. Do thot, ngritja e imunitetit fetar, kulturor, përforcimi I imunitetit kulturor dhe fetar dhe shkencor të fëmijëve tanë është tani prioritet, është farz. E kjo si bëhet nëse unë nuk kam tash forcë të ngritjes së imunitetit të vetdijes, kalem të këty, thash këtë zgjidhje opsioni, bim njerëz special. E nëse nuk bim, dije që jemi edhe mëkatar dhe gjunaqar. E nëse I lëm fëmijët ashtu, pastaj mos u mërzit nëse fëmia infektohet me mendime, sepse ai një 2/3 e kohës I kalon me të tjerët, e 1/3 ndoshta me ty edhe me mua. Edhe ato momentet, si vjen me ty edhe mua, vetmohet në dhomën e tij, po edhe me telefonin e tij tani, është thyer bariera kulturore, etike dhe morale që është duke u zhvilluar nga perëndimi, përgjithësi, nga qarqet ndryshme anti-islame,
duke mos u fut në detaje, po për me shkatruar rinin islame. Luft ideologjike, luft morale, luft etike, luft politike, po luft edhe ushtarake, invaduese, imperialiste, po shohim në përbot, është tani në trend. E prandaj, na nëse s'kemi mundësi për me ndalë gjakderdhen në Palestinë, në Gaza, Allahu në xhenet ata dëshmorët tanë, shahidat tanë, Zoti u akmart prej zullumçarëve që kanë bo krime atje, nëse s'kemi mundësi ata me batër, kemi mundësi në me boni një mbrojtje, një investim, ma të shkurt që mos ta shohim viktimat edhe në familjen tonë, mos të shohim viktimat edhe fëmijëve tanë, mu të jetërsua moralisht, e mu të jetërsua personalisht, mu të jetërsua dhe krejt ideologjikisht, e pas të qka fitum për përëndimit për gërbetit, u pensionum e i hupën fëmit. E prandaj këtu është ai edhe tematika sotit seminare me këta dietarët dhe imamat e Oslos që e patëm, po, që është obligim dhe është imperativ kohor dhe koranor që na diskursin ton fetar, dersin ton fetar, gjuhën ton, ta kontrollojmë se çka po prezantojmë. A jemi tu shëru problemin ton aktual? Apo vetëm po i bëjmë qef vetit, po bëjmë ders, po flasim për xhenemin e xhenetin, po flasim për avdesjen për këto gjanat. Këta janë mesele, mo te kemi dhënë provimin për këta. I kemi kry për këta. Edhe i kom kritiku shokët e mi. Kritik dhimbje, jo kritik do të thot urrëtjeje. Kritik që ligjeratat, hoxhallarët tanë, shokët tanë, studentët tanë, nuk më i përgatitin si duhet ligjeratat e premteve. Ligjeratat e hutbeve, dhe më thonë, që e kanë dita e premte, dita kryesore e javës, dalin të pa përgatitur në për hutbe, në për qyrësi, dhe pastaj edhe e kapin tema lidhje pa lidhje, po, edhe del xhamati, si ka ardhur xhami që ashtu pas një di, dhe më thonë, jo i vedisuar, del që ashtu apet jashtë, nuk ka fitu asnjë informat. Jo, këtu në xhami kur vjen ke ardhur laborator. Këtu xhami kur vjen në qendër ke ardhur mekaniku. Tu xhami që vjen këtu ke ardhur servis me bo vetes, ndjenjave tua, mendimeve tua, prandaj ti duhesh me dali servisun, duhesh me dali pastër, ti duhesh me dal gati tani për një javë ditë servisin me pas tamam dhe imuniteti tamam. Allah i trojtë. Faleminderit shumë. Kjo është ajo që thash më herët në fillim, që kjo neve na vin këto shpjegime, na vin këto, kjo gjuhë, kjo më be thon kështu paraqitje, tash ne kemi për profesorit, do të thon profesor doktor, grada më e lartë, s'ka ku shkon, edhe ta shpjegon sa bukur që jo që unë më marr vesh, po me marr vesh edhe secili fëmijë që është pranë aty, shumë thjesht, do të thon, po vjen këtu kur hin mbrana ti po vjen për një qëllim, nuk po vjen me abu shefin, as dajes, as tezës, as gjyshës, as grukujna, ti po vjen për vetveten. Do me thonë, po hin për me mësu diçka. Nëse nuk e kupton, është shumë pa lidhje, mos me pyet me thonë falë se kuptova. Shumë është pa lidhje me dalje dhe me thonë mandena se kuptova kur gjë. Ajo është me thonë gabimi jot. Shumë. Se te atëre peqorton të njëjtën kohë institucionin, edhe ndoshta edhe hoxhën, edhe po del pa fije, pa e dijeni, tu kon munal aty me thon fal, a bonja 3 minuta se kuptova. O shumë thjesht. Ai që vet nuk hub kur. Shumë thjesht është kjo. E kjo është ajo e mira. Unë s'po du me të nalë ma shumë, me të vërtet kënaqësi e madhe këto minutat që i dom për neve, edhe na spjegove bukur, kjo është si me lezu një libër. Ne kemi dëshirë me siguri se është hera parë, po nuk është as e fundit kur, sepse me siguri do të kemi edhe herave tjera këtu. Inshallah, jam optimist. Do të bashkëbisedojmë ma shumë, do të bisedojmë edhe disa tema pak ma të fella, ma detale ndryshme. Mirë po, unë sugjeroj për gjithë ata që kanë dëshirë, sepse ka shumë bagazh edhe ka shumë material nëse vizitoni portalin ose web faqen të profesor doktor Hafiz Hayreddin Hoxha, e shkruan ku dush në Google, Safari, ku të ke dëshirë, ajo del ty aty, edhe pastaj ti e jote është me zgjedh. Ka për secilin. Do të thonë s'ke nevojë krejt, po për secilin gjene vetë. Valla, pa dyshim, ashtu është. Faleminderit shumë. Me ndër qofshi dero. Edhe Zoti të shpërblet. Faleminderit, amin. Isha i kënaqësi të jem në radio televizionin, apo se më thonë stacionin tuaj Rilindja në Oslo, dhe me shpresë që do të shihemi përsëri, e ju lënë në kujdesin e Allahu xhaleshanuhu, dhe miru pafshim në emisione tjera. Wassalamu alaikum rahmetullah. Faleminderit. Në çdo hap, në çdo frymërje, Radio Rilindja